Policia e Shkodrës ka arrestuar pas 5 ditësh kërkimi autorin e plagosjes së bashkëshortëve Vat dhe Gjysteguri, si dhe të mbesës së tyre 12 vjeçare. 24 vjeçari Mikel Thani u arrestua në banesën e tij në fshatin Plan të komunës Pult. Në momentin e ndalimit, të riut u gjet një armë zjarri automatik me një karikator me fishek, që mendohet se është përdorur për plagosjen e çiftit të bashkëshortëve dhe mbesës së tyre 12 vjeçare me iniciale EG. Njeriu nuk u ka bërë rezistencë në momentin e arrestimit bluve të Shkodrës. Ndaj 24 vjeçarit Mikel Thani rëndojnë akuzat vrasje mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Ngjarja ka ndodhur më 30 dhjetor, kur mes 24 vjeçarit Thani dhe vajzës së familjes Guri ka pasur konflikte gjatë gjithë ditës, ndërsa gjatë mbrëmjes së të martës së 30 dhjetorit, çifti të fejuarve po sqaroheshin edhe me familjarët të tjerë të vajzës, ndërkohë që debatet kanë degeneruar deri në fyerje. Kjo ka bërë që Thani pas këtyre debateve të largohet nga banesa e familjes Guri për të rikthyer i armatosur me Kalashnikov dhe të qelloj pa paralajmëruar me breshëri në drejtim të shtëpisë nga oborri. Përpasoj kanë mbetur të plagosur bashkëshortët Vat dhe Gjysteguri, përkatësisht 46 dhe 45 vjeç, si dhe mbesa e tyre 12 vjeçare. Të plagosurit aktualisht ndodhen në spitalin e Shkodrës dhe janë jashtë rrezikut për jetën.